mano, mashallah. Mashallah, fakt. Ka marrë molli me pa bakti, mon. Rrugë Spaqit. Është shumë beqan tani, jemi në rrugën e Spaqit. Dhe shoh shpesh herë që vinë këtu. Vinë baktir, dhe shpeshojnë me qenë, nuk e di, ka mund si t'jenë gjelqonit atje. Tani, qiri si vinë atë? Shiko janë vij, atë janë vij ato. Edhe është një derë, ai derë është ka mishkush. Ka mishkush, se këto qenë janë besnik, shi si bin, ja. Shiti këto, shiti. Ha, që. Ma njoftën tani. Por më që thënë gjeta mu prej kosh, që unë thoti i qëj berret, edhe derrat që ka pas gjeta, para, ku di unë 15 vitesh kemi qenë një herë tu, edhe thoti i dërgojnë malë vete, dhe sy, kush i kullot? I kullosin qendë, ja ku janë, shivi. Shoku. Shiko vje kjo derri, edhe shiko, nga që kjo hes malit kjo dhe han len kjo imagjinoje, kjo derri tani që vjen këtu, është ka vetëm misht kush. Ju shend, u qetësut, mos i të më harë, faleminderit shumë, po e mbyll këtu, ja që ndodhë në manit e Mirditës. Ja po shtëpia e Gjetës, dhe jam i bindur që ato bakti që filmum atje janë Gjetës, se s'ka tjetër kanë këtu. Edhe vinë drejt e këtu ke shtëpia, ja po ka shtëpinë Gjeta. Gjetë Gjoni është punëtori i palotë. Edhe tu kemi ardhur dhe kemi bërë një aktivitet shumë bukur Mansarmin e shtetit, na ka prit Gjeta mrekullisht, në vitin 2009. Tani po më kujtohet tamam. Edhe kur më thotë Gjeta nuk e besosha, thotë që unë baktim thotë kështu derrat e tjerë unë i shoj me qen. Edhe ata i shojnë mal, ata i sillin, ata janë çoban. Pra ka dhe mënyrë se si mund shtohen baktit duke i marrë me çoban. Sa bukur natyra është. Tamam, ka filluar më të gjunar. Tu është Kodër Spaqi, është rruga që shkon sipër Kodër Spaqi, dhe këtë rrugë mi ban Zefnosi. Është ke 80 vjeç sot, ja këtë që marrën. Pra, po sill emrin e ndërkohë që këtu imi të afro prapë të Gjetat, ta po pas Gjeta, po asë të mrekullueshëm, vetëm Gjeta jeton. Është para. Atje sipër në mal atje i përcjell bakti.